Në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, Muftinia e Gostivaret në bashkëpunim me Komunën e Vrapçishtit organizoi një aktivitet me karakter edukativ dhe shpirtëror në kuadër të manifestimit tradicional nën ombrellën e Ramazanit. Ky aktivitet kishte për qëllim afrimin e nxënësve me vlerat e mirëfillta të fesë islame, forcimin e lidhjes së tyre me krijuesin dhe njohjen më të thellë të mesazhit të dërguarit të tij. Si shenjë për kujdesje dhe motivimi, u shpërndan dhurata simbolike për nxënësit e shkollave të kësaj komune. Për t'i dhënë rëndësinë e merituar këtij organizimi, Muftiu i Gostivarit, Sabaudin Zendeli, mori pjesë personalisht në këtë aktivitet, duke vizituar shkollën Sali Lisin në Dobërdoll, ku përveç dhuratave simbolike, përcolli mesazhin se rinia është amaneti më i çmuar i shoqërisë. Simbolika e kësaj është që të vizitojmë shkollat tona dhe të jemi pranë atyre të cilët japin shpresën për një ardhmëri në jetën tonë, në familjet tona dhe në shoqërinë tonë përgjithësi. Sot ata pranuan nga Muftinia e Gostivarit një dhuratë simbolike. Një ëmbëlsirë, një pije freskuese, por mbi të gjitha gjatë muajit të Ramazanit, në 29 ditëqin, 30 ditëqin e muajit të Ramazanit, do të kenë pranë tyre një broshurë që e boton Muftinia gati 4 vite. Mua nuk mbetet gjë tjetër vetëm se gëzimin e muajit të Ramazanit ta përjetojmë me fëmijët tanë në shtëpitë tona. Dhe atyre të mbjellim vetdijen mbi Zotin, dashurinë mbi pejgamberin, mbi fenë e tyre, mbi përkatësinë dhe identitetin e tyre fetar. Dhe dita të falenderoj kryetarin e komunës së Vrapçishtit, shumë të respektuarin zotëni Isen Shabani, për krajën e shumë aktiviteteve të cilat Muftinia e Gostivarit i realizon, por sidomos të kësaj që ka të bën me etikën e religioneve që janë pjesë e pandashme e mësimit në gjitha shkollat e komunës së Vrapçishtit, por edhe shumë aktiviteteve të cilat ndërlidhen në bashkëpunimin Muftini dhe Komunë e Vrapçishtit. Pjesë e këtij organizimi ishte edhe kryetari i komunës Isen Shabani, i cili theksoi se Komuna e Vrapçishtit do të vazhdojë gjithmonë të mbështesë aktivitetet kulturore, fetare dhe sociale. Ai falenderoi Muftiun e Gostivarit, Sabaudin Zendeli, që përmes aktiviteteve të kësaj natyre, ku në fokus janë të rinjt, po jep një kontribut të jashtëzakonshëm në begatimin e jetës fetare në këtë territor. Ne si komunë çdo herë kemi qenë, domethënë, në koordinim apo në mbështetje të këtyre aktiviteteve ku shihet domethënë që bën pjesë në jetën kulturore, në jetën fetare, në jetën sociale dhe ne domethënë nuk ngelim pa mos e mbështet këto aktivitet, edhe pse jemi në muajin e shenjtë, muajin e bekuar të Ramazanit. Është një motiv për na që edhe nxënësit tanë ta shijojnë ato apo ta ndjejnë në atë jetën fetare ku ne edhe kemi domethënë si lëmp, si besimin fetar, etika e religioneve dhe padyshim që bashkë me drejtorin ne ishim të gatshëm që të mirëpresim edhe Muftiun në këtë aktivitet të cilën kam paraparë që edhe të shpërndajmë broshura për jetën fetare, mësimore e kështu me radhë. Falenderoj edhe një herë Muftiun, sigurisht që mbështetja jonë nuk do të mungojë asnjëherë, bashkëpunime siç kemi treguar edhe vitet më përpara, vazhdojmë domethënë çdo vit ti kultivojmë këto aktivitete në të mirën e përgjithshme dhe në të mirën e shoqërisë. Aktiviteti në ombrellën e Ramazanit do të vijojë edhe në për shkolla tjera të territorit që mbulon Muftinia e Gostivaret, ndërsa i njëjti shërben si një thirrje për brezin e ri që të rritet me vlera, me besim të fortë dhe me identitet të qëndrueshëm shpirtëror, duke e pritur Ramazanin me të gjitha virtytet që e karakterizojnë këtë muaj të bekuar.